Të nderuar banorë të qarkut të Shkodrës, në këtë ditë të rëndësishme për demokracinë dhe Shqipërinë europiane, në emër të Partisë Socialiste shprehim mirënjohjen më të thellë për çdo votues nga i gjithë qarku i Shkodrës që ka marrë pjesë deri më tani në procesin zgjedhor. Pjesëmarrja juaj është një dëshmi e larë qytetarie dhe një përkushtim i sinqert. Procesi ka vijuar qetësisht deri më tani, falë ndërgjegjësimit dhe përgjegjësisë që kanë treguar banorët e këtij qarku, me përgjegjësi të thellë për këtë proces. Ndërkohë që jemi në orët e fundit të votimit, i bëjmë thirrje të gjithë atyre që ende nuk kanë shfrytzuar të drejtën e votës të nisen drejt qendrave të votimit. Ka mbetur ende pak kohë deri në orën 19. Çdo votë është e vlefshme, çdo votë ka ndikim, çdo votë është një hap përpara për qarkun ton. Mos e lini për nesër atë që mund të vendosni sot. Vota është mjeti më i fuqishëm që kemi në dorë për të ndërtuar të ardhmen më të mirë për Shkodrën, Malsinë e Madhe, Pukën, Fusharsin, Vaun e Dejës dhe çdo komunitet tjetër të këtij qarku. Ju faleminderit.